Krishti unë gjallë. Të nderuar etër, të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin. Tertuliani thoshte, martirët janë farat e kishës. Pra ashtu si mbidhen ato fara në një baçe që të dalin lulet aromatike, kështu dhe Perëndia, Zoti Jezu Krisht, martiri i parë, mbjell her pas here në kish farën e martirëve, nxjerr martirë, të cilët janë lule aromatike, që aromatizojnë me hirin e Perëndisë, jo vetëm kishën, por gjithë botën. Dhe bashkohet gjaku i tyre me gjakun e Krishtit. Dhe e bëjnë të patundur themelin e kishës, por shpëtojnë edhe brezat nga mëkatet e tyre, dhe bëjnë që bota të vazhdojë të jetojë. Kisha është shumë mirë njohur se martirëve. Madje në himnologjinë e saj çdo ditë ajo i thur himne, lëvdata martirëve, i kujton të parët ata, sepse ata janë të parët rreth fronit ynor, që kanë guxim për hir të gjakut që dhanë për Krishtin, të bërë të ngjashëm me Krishtin në vuajtjet e tyre, në vdekjen e tyre martirike dhe luten për njerëzit. Martirët janë të parët që vinë dhe na ndihmojnë neve, bashkë me ëngjëjt dhe shenjtorët e tjerë. Dhe kemi një re të madhe martirësh. Çdo ditë kemi martirë në sinaksarët e kishës. Po janë disa martirë që quhen të mëdhenj, që kaluan kufit lokal, u bën shembull frymëzimi për gjithë botën e krishterë, në lindje dhe në perëndim. Dhe sot, në datën 5 maj, ne nderojmë një martire të madhe. Një vajzë, e cila quhet Shën Irini ose Irena. Kush ishte ajo? Sinaksarët na thonë që nuk ka një historik të saktë mbi atë. Por ajo vinte nga një familje e pasur në Persi dhe babai i saj ishte pagan. E ruante nga shoqëria sepse ishte edhe një vajzë e bukur, por dhe nuk donte që ajo të merrte një fe të re që kishte dalë në atë kohë, fenë e krishterë. Sepse paganët e shikonin krishterimin si një rrezik. Por Apiliani, që ishte mësuesi i saj, i mësoi për Krishtin. Ajo e kishte emrin në fillim Penelopi, u lajmërua dhe nga një angjëll, u mësua, u katekizua për besimin e krishterë, u pagëzua dhe i hodhi tutje idhujt e familjes. Baba i saj, duke qenë një pagan fanatik, kërkonte që ta dëshkonte publikisht. E qua në një arenë për ta vrarë me urdhën e babait. Por kafshët goditën babain dhe ai mbeti i vdekur. Irini, që e mori këtë emër nga angjëlli që thot paqe, u lut dhe babai i saj u ngjall. Atëherë dhe ai u bë krishter, u pagëzua dhe jetoi një jetë të virtutshme, derisa fjeti në Zotin. Po Irini nuk e mbajti besimin vetëm për vete, ajo e përhapte tek të tjerët. Dhe ishte një shembull virtuti. Magnetizonte me jetën e saj, virgjërinë e saj, lirësinë e saj, thjeshtësinë e saj, kurajon e saj. Dhe shumë njerëz bëheshin të krishterë. Atëherë mbretërit pagan në Persi dhanë urdhër që ta arrestonin, ta torturonin. Ju bën tortura nga më të frikshme të njerëzore që duken sot si mite. E sharruan këmbët e saj, e futën në një vend me gjarprin për ta djegur, e futën në një, si them, në një enë prej bronzi që digjej, por Perëndia e ruante. Madje i prenë edhe kokën, por ai u ngjall, e u shfaq dhe fitoi simpatinë e shumë paganëve të cilët u bën të krishterë me mira. Më në fund ajo shkoi në Efes, predikoi dhe atje, dhe kur erdhi koha për t'u larguar,
Mësuesin e saj Apelianit, që ndiqte gjithmonë, i tha: "Do futem në këtë shpellë. Më vendos një gur dhe eja dhe më tako mbas 2 ditësh." Kur erdhi Apeliani për ta takuar, nuk e gjeti më trupin e Shënirinit. Pra, është një mister. Janë disa shenjtor të cilët Zoti i ka marrë me gjithë trupa që nga kjo jetë. Si kemi edhe Shën Joanin, apostull dhe ungjillor, që kujtojmë më 8 maj, dhe disa shenjtor të tjerë, të cilët e kanë shijuar, e kanë marrë gjalljen e vdekurve që në këtë kohë. Kështu ishte edhe Shënirini, kjo dëshmore e madhe. Por nuk ka pasur dëshmor vetëm në shekujt e parë, që sipas anaktarëve të kishës janë 11 milion krishterë vetëm 3 shekujt e parë. Shenjtor martir ka pasur dhe ka në çdo kohë. Dhe sot kujtojmë dhe një tjetër shenjtor martir, shekullit 14, Shën Efremi, Neomakri, një shenjtor mrekulli bërës, i cili u martirizua në kohën e pushtimit osman në Atika të Greqisë, afër Athinës, për shumë muaj, që nga muaj shtator deri në muajin maj, në 5 maj, ai u torturua nga turqit. U varë në një pemë kokposhtë dhe nga torturat ai dha shpirtin te Krishti. U varros. Askush nuk e njifte më. Por edhe pse kaluan shekuj, deshte Perëndia në vitin 1950 e ca të gjendej Lipsani i tij në mënyrë të mrekullueshme. Dhe sot është një nga shenjtorët mrekulli bërës, shumë të njohur, jo vetëm në Greqi, po dhe në gjithë botën. Dhe këta martir janë ata që luten për neve. Por martir ka dhe në këtë kohë sot, në shumë vende të botës, në lindjen e mesme, në Afrikë, ka martir dhe tani që vriten pse besojnë te Krishti, pse besojnë në Krishtin e ngjallur, pse jetojnë me virtute dhe morale. Por kemi dhe një tjetër martirizim, martirizimin e bardhë, që e vuajnë të krishterët dhe në vende që nuk ka persekutimin të krishterë, edhe këtu në Shqipëri dhe në Evropë e kudo. Kë quaj martirizim të bardhë, kur na persekutojnë se jemi të krishterë, duke na stigmatizuar, duke na tallur, duke na fyer, duke na vështirësuar jetën, duke na hequr nga puna, duke na marrë pronat, sepse thjesht jemi të krishterë dhe neve nuk hakmeremi, neve falim, ne bekojmë kur na mallkojnë, ose një sulm tjetër që na bëjnë njerëzit e djallit, magjistarët, me magjira, me mallkime, që neve i përballojmë me fuqinë e Zotit. Ky është martirizimi i bardhë. Çfarë do thotë martirizim, sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë? Martirizim thotë dëshmi, të dëshmosh për Krishtin, edhe deri në gjak. Ne të gjithë jemi thirrur për të martirizuar në botë. Do me thënë jemi të thirrur për të dëshmuar për Krishtin, në çdo situatë. Dhe sot ti duhet dëshmosh. Kur kalon përpara një kishe të bësh kryqin, e mos kesh turp. Kjo është dëshmi, kjo është një martiri. Ose kur jemi disa miq, edhe ata diskutojnë për besimin, ti mos kesh turp të thuash unë jam i krishterë. Ose kur je në kreshëm, ti mos kesh turp të thuash unë nuk e prish kreshmën se jam i krishterë. Ose kur diskutohen gjëra të tjera morale, ti thuash unë nuk e bëj këtë se unë jam i krishterë. Kështu pra ne martirizojmë veten ose dëshmojmë për Krishtin. Edhe pse mund na shajnë, mund na fyejnë, mund na largojnë, mos kemi turp. Si tha Krishti, kush do ketë turp për mua në këtë brez pa besë dhe imoral, dhe unë do kem turp për atë. Si mund kemi ne turp që themi jemi të krishterë, që mbajmë kryqin, bëjmë kryqin, themi se jemi të krishterë, ku? Ndaj kujt? Ndaj njerëzve? E di si thot një ati shenjtë, të kesh turp që të thuash jam i krishterë ndaj njerëzve, është të kesh turp, po është përpara një derri, përpara një dhije, se ti je i krishterë. Që do të thot, njerëzit që nuk besojnë as i kafshët, thjesht jetojnë instinktivisht. Po ti je i krishterë, është deri më i madh, sepse ti je i bërë i ngjashëm me Birin e Zotit. Dhe Zoti do të premtoj dhe premton të njëjtën lavdi, ai që lufton dhe fiton, do të ulet në fronin tim, ashtu si unë luftova dhe fitova dhe ula në fronin e Atit. A e mendoni
se çfarë lavdie ka përgatitur Zoti për ne që dëshmojmë, martirizojmë për Krishtin. Prandaj mos keni turp. Dhe fundi që duhet të them, kisha nderon ata që ranë për fe, ata që ranë për adhe. Sot është një ditë 5 maj që nderohen dëshmorët. Kisha nuk është me asnjë ideologji, po kisha nderon, lutet për gjithë ata që ranë për fe dhe për adhe, sepse të dy plotësuan dashurinë. Ata që ranë për fe plotësuan dashurinë për Zotin. Ata që ranë për adhe plotësuan dashurinë për të afërmin. Kisha i nderon të dy palët, sepse të dy sakrifikuan për dashurinë. Prandaj të dashur të krishterë, le t'i nderojmë edhe ata që ranë për fe, martirët, edhe ata që ranë për adhe, dhe të bëjmë sipas shembullit të tyre, sepse vetëm me anë të dashurisë flijuese, ne lavdërojmë Zotin, bekojmë vendin dhe shpëtojmë veten. Amin.